Skena që u zhvillua në një shkollë të mesme në Kaliforni tregon një mësuese duke vepruar në mënyrë të çrregullt dhe duke detyruar një nxënës të ulet në karrige ndërsa ajo i pret flokët me një palë gërshër të vjetra. Jo, nuk do ta besoni paramendimin që shpërthen. Në hijet pemtoreve të qeta dhe mes shtrirjes paqësore të Vizalias në Kaliforni, një stuhi po përgatitej, një stuhi që nuk do të shkatronte vetëm qetësinë e shkollës së mesme përgatitore të universitetit, por do të hidhte hije të gjata mbi pafajësinë e rinisë dhe shenjtërinë e besimit. Margaret Geisinger, një edukatore 52 vjeçare, me një karrierë të papërlyer nga polemikat, qëndroi në syrin e kësaj stuhie. Veprimet e saj në një ditë që doli të ishte e zakonshme, e hodhën atë nga një figurë autoriteti në qendër të një skandali kombëtar. Qëndroni me ne për të parë se si një orë mësimi kimi u shndrua në një makt që tronditi mbar Amerikën. Dita kishte aguar si çdo tjetër, me premtimin për mësime që duheshin nxënë dhe njohuri për të ndarë brenda klasave të universitetit prep. Por ndërsa klasa e kimisë së periudhës së parë u mblodh, një aura shqetësuese varrej në ajër, një paralajmërim i kaosit që do të pasonte. Nxënësit të pavetëdijshëm për shkeljen e afërt të besimit u rregulluan në vendet e tyre, me fokusin tek mësimi i ditës që së shpejti do të shkatrohej në mënyrë të pakhthyeshme. Pamjet e celularit, dëshmi digjitale të ngjarjes, kapën momentin kur Geisinger thiri një nxënës mashkull me gërshër në dorë. Ajo filloi një interpretim të çrregullt të himnit kombëtar, The Star Spangled Banner, me zërin e saj që shponte klasën ndërsa i priste flokët djalit. Ky akt, një shkrirje hetuese e nacionalizmit dhe çmendurisë, e la dhomën në heshtje të shtangur. Ai nuk mund ta besonte atë që po ndodhte. Zbloi më vonë avokati Mark Vog, duke shprehur mosbesimin dhe tmerrin që mbërtheu viktimën e re. Ai ishte absolutisht i tmerruar. Por Makthi nuk pushoi. Geisinger, me veprimet e saj që bëheshin gjithnjë më frenetike, kërkoi një sakrificë tjetër për ritualin e saj të pakuptueshëm. Duke vrapuar midis bankave me gërshër gati, ajo shënjestroi një nxënëse femër me qëllimin e qartë për t'i prerë flokët vajzës. Klasa shpërtheu në kaos. Nxënësit iknin nga frika për sigurinë e tyre. Një traumë kolektive që i mbështillte ndërsa kërkonin strehim nga çmenduria që kishte pushtuar shenjtëroren e tyre të mësimit. Në mes të kaosit, një zë shpoi ajrin, një thirrje mosbesimi dhe dëshpërimi. Jo, zonja Geisinger, jo! Lutje e mbushur me tronditje dhe një kërkesë prekse që çmenduria të pushonte erdhi nga një prej nxënësve që e kishte parë Geisinger si mentore. Kjo thirrje u bë zemra njerëzore e krizës, duke mëshiruar tradhtin dhe tmerrin që mbërtheu çdo nxënës. Ishte një ulurim jo vetëm për ndërprerjen e menjëhershme të aktit, por një vajtim i përzishëm për humbjen e asaj që dikur kishte qenë një besim i shenjtë mes mësueses dhe nxënësit. Urgjenca në dhomë u përshkallëzua, ndërsa Geisinger, dukshëm e humbur në turbullirën e saj, dështoi t'u kushtonte vëmendje lutjeve të nxënësve të saj. Të rinjt, disa prej të cilëve ishin thjesht adoleshent, u detyruan të merrnin vendime në pjesë të sekondës, me mendjen e tyre që vraponin me mendime për vetruajtje me situatës së pakuptueshme. Ndërsa realiteti i gjendjes së tyre u bë i qartë, nxënësit filluan të iknin më mas, një hov kolektiv drejt derës së klasës. Korridoret e shkollës së mesme përgatitore të universitetit, që zakonisht ushtonin nga tingujt e të qeshurave, dhe lëvizja e jetës studentore u bë në rruga e shpëtimit nga një rrezik i paparashikuar. Pasojat e incidentit e lan komunitetin duke u përballur me mosbesim dhe tmerr. Si mundet që një grua e përshkruar nga nxënësit e saj si e dashur dhe e sjellshme të kryente një akt të tillë? Ishte një pyetje që përndiqte atë që kishin dëshmuar transformimin e saj, një kujtesë e ashpër e brishtësisë së mendjes njerëzore. Kjo nuk ishte rrëshqitje e parë e Geisingerit në
në gjykim. Pezullimet e mëparshme në 2007 dhe 2016 lanë të kuptojë për probleme të fshehura, një model sjellje që tani hodhi hije mbi të gjithë karrierën e saj. Megjithatë, këto shenja paralajmëruese kishin kaluar pa u vënë re, duke kulmuar në një kolaps që do të jepte fund karrierës së saj në arsim. Në ditët para ngjarjes rrënqethëse në University Prep, një ndryshim delikat por shqetësues filloi të shfaqej te Margaret Geisinger, një transformim i vërejtur nga ata që e njihnin më mirë. E njohur në të gjithë shkollën për natyrën e saj miqësore dhe një stil mësimdhënësie që ishte angazhues dhe edukues, largimi i papritur i Geisingerit nga sjellja e saj tipike ngriti alarmet mes të rinjve të besuar në kujdesin e saj. Nxënësit treguan se si edukatorja dikur e ngrohtë dhe afërt filloi të shfaqte shenja stresi, me ndërveprimet e saj të shënuara nga një vrazhdësi e re që ishte kritikisht jashtë karakterit. Të qeshurat dhe bisedat e lehta që dikur kishin përcaktuar klasën e saj, i lan vendin një atmosfere të tensionuar ku nxënësit ecnin mbi lëvozhgën e vezëve, të pasigurt se çfarë mund të niste një qortim të ashpër nga mësuesja që dikur admironin. Gjallëria që dikur kishte ndriçuar sytë e saj, dukej e zbehur, e zavendësuar nga një vështrim shpërndarës, sikur mendimet e saj ishin vazhdimisht diku tjetër, të përfshira në shqetësime larg klasës. Përshpëritjet e shqetësimit u përhapën mes nxënësve, një ankth kolektiv për mirëqenien e mësuesve të tyre. U bë e qartë se diçka e rëndësishme po ndodhte në jetën e Geisingerit, një trazim personal që po derdhej në sferën e saj profesionale. Nxënësit, disa prej të cilëve kishin krijuar një lidhje me Geisingerin gjatë vitit shkollor, u ndjen të pafuqishëm duke dëshmuar rënimin e një mësuesje që respektonin, por të paaftë për të uruar humnerën në rritje mes tyre. Në mungesë të komunikimit të hapur, thashë themet dhe spekulimet mbushën boshllëkun. Disa nxënës vrinin mendjen nëse problemet personale ishin shkaktari mbase një krizë familjare ose shqetësime shëndetësore që peshonin rënd mbi të. Të tjerat spekuluan për djegje profesionale, një gjendje e zakonshme mes edukatorëve të përballur me detyrën e frikshme të formësimit të mendjeve të reja në një mjedis shpesh mosmirnjohës. Pavarësisht shqetësimeve të tyre në rritje, nxënësit u gjeten në një pozicion të vështirë. Linja midis nxënësit dhe mësuesit ka një dinamik pushteti të natyrshme, duke e bërë sfiduese për të rinjt që të ngrenë shqetësimet e tyre për mirëqenien e një të rrituri, veçanërisht kur ai i rritur është përgjegjës për edukimin e tyre. Kështu, nxënësit vëzhguan, pritën dhe u shqetësuan në heshtje, duke shpresuar se mësuesja që njihnin do të kthehej edhe pse dëshmit shtoheshin se situata ishte shumë e rëndë nga sa mund ta kishin imagjinuar. Kjo periudhë e sjelljes shqetësuese shërbeu si një prelud i zymt dhe incidentin që do të trondiste komunitetin, një kujtesë e ashpër e rëndësisë së mbështetjes së shëndetit mendor dhe nevojës për linja të hapura komunikimi brenda institucioneve arsimore. Ajo nënvizoi realitetin se mësuesit, si të gjithë individet, përballen me betejat e tyre shpesh të fshehura pas një fasade normaliteti. Pas incidentit, vëzhgimet e nxënësve do të bëheshin një pikë qendrore reflektimi, një mundësi e humbur për ndërhyrje që mund të kishte ndryshuar jetën e ngjarjeve. Ndërsa Geisinger u përball me pasoja ligjore të veprimeve të saj, 6 akuza penale për kundërvajtje që kërcënonin ta mbyllin në burg, komuniteti u mblodh rreth viktimave, duke ofruar mbështetje dhe këshillim për të shëruar plagët emocionale të shkaktuara. Bashkëshorti i saj, i hutuar nga pamjet e videos, luftoi për të pajtuar partneren e dashur që njihte me të huajën që kishte shfaqur. Nuk është ajo, nuk është personi që është ajo, u ankua ai, një ndjenjë e pasqyruar nga ata që luftonin për të kuptuar të pakuptueshmen. Në vazhdën e tragjedisë, shkolla e mesme përgatitore e universitetit dhe zyra e arsimit e qarkut Tulari u zotuan se Geisinger nuk do të qëndronte kurrë përpara një klase, një vendim që nënvizoi angazhimin e tyre për sigurinë e nxënësve dhe përgjegjësinë e thellë që mbajnë edukatorët.
Incidenti shpërtheu si një kujtesë e ashpër e rëndësisë së vigjilencës dhe nevojës për të dëgjuar shqetësimet e nxënësve, sepse në zyrat e tyre mund të qëndrojë çelësi për parandalimin e një shkelje të tillë të besimit. Ndërsa Vizalia kërkonte të shërohej nga plagët e saj nga ajo ditë fatkeqe, incidenti në Universitetin Prep u bë një përrall paralajmëruese, një kujtesë e ekuilibrit delikat midis edukimit të mendjeve dhe mbrojtjes së pavarësisë së rinisë. Ai nënvizoi ndikimin e thellë që mësuesit kanë tek nxënësit e tyre dhe rëndësinë e dëmshurisë, mirëkuptimit dhe më kritike ndërgjegjësimit për betejat që mund të qëndrojnë të fshehura pas një fasade normaliteti. Në fund, komuniteti i Vizalias, i lidhur nga trauma e përbashkët dhe qëndrueshmëria, doli më i fortë, i ndryshuar përgjithmonë nga ngjarjet që u zhvilluan brenda mureve të University Prep, por i bashkuar në vendosshmërinë e tyre për të mbrojtur dhe ushqyer brezat e ardhshme. Nëse historitë e intrigave dhe veprimeve si kjo nxisin interesin tuaj, atëherë ju lutemi, abonoheni në kanalin ton për më shumë.